Zoti ambasador, ju dhe u pritët nga presidenti i Greqisë Carlos Papoulias. Ç'mund ta flisni për këtë? Në përgjithësi, për një ambasador, paraqitja e letrave kredenciale është një ngjarje veçantë. Pavarësisht se kjo është një procedurë rutinë dhe përsëritet çdo 4 vjet. Por takimi me presidentin Papoulias kishte veçantinë e vet, ishte mjaft mbreslenës dhe sidomos kur krahasoj dhe kur sillesh në retrospektiv, vizita e parë e presidentit të Greqisë në funksionin e ministrit jashtëm në Shqipërisë para viteve 90. Ishte po ai njeri që jepte mesazhe bashkëpunimi, mesazhe paqe, mesazhe miqësie, të njëjtat gjëra pash edhe dje, njeri që pasioronte mirësinë, pasioronte dëshirën e madhe, dashurinë për shqiptarët, dëshirën e madhe për bashkëpunim me shqiptarët. Sigurisht kjo lidhet edhe me vetë origjinën e tij, që vjen nga një zonë që është kufime e Shqipërisë, që ka shumë miq në Shqipëri dhe bëri akoma më shumë miq gjatë vizitës së tij në Shqipëri. Prandaj takimi i kaloi afatet e protokollit të shtetit grek, dhe mbas këtij afati biseduam për ato çka na bashkojnë, ato çka duhet të bëjmë, ai si president, ai si kryetari i një shteti, unë si ambasador dhe çka duhet të përcjellja në Shqipëri. Që nga moment ju jeni tashmë zyrtarisht ambasadori i Shqipërisë në Greqi. Tash fillon për ju fusha diplomatike. Vështirësitë që dalin përpara. Janë vështirësi natyrale për një post të tillë. E rëndësishme është që gjatë kësaj kohe unë e kam shfrytzuar për të realizuar një nga detyrat më të rëndësishme që ka kryetari i misionit këtu në Greqi, të vendosjes së lidhjeve me shqiptarët që jetojnë dhe banojnë në Shqipëri, në Greqi. Gjithë kjo kohë ishte e nevojshme për ta bërë këtë gjë, unë do të vazhdoj edhe në të ardhmen, krahas detyrave të mia diplomatike, të cilat i fillova që sot, që janë takimet me trupin diplomatik, por janë edhe takimet me zyrtarët lartë të qeverisë greke. Ndoshta për të mos neglizhuar dhe faktin që edhe gjatë kësaj kohe unë jam takuar me zyrtarët lartë të qeverisë greke, qoftë gjatë mbledhjeve në konferenca ndërkombëtare ose rajonale, qoftë edhe në takimet veçanta në pritje, të cilët kanë shprehur gatishmërinë për të bashkëpunuar dhe për të diskutuar së bashku problemet e përbashkëta që kemi në të mirë të zgjidhjes së tyre. Kjo për çdo ambasador është një favor kur gjen këtë klimë, këtë dëshirë për bashkëpunim, duke filluar thash që nga presidenti i Republikës dhe me radhë, dhe unë është detyra ime pasaj të shfrytëzoj këto mundësitë që më jepen. Ju keni ardhur disa herë në Greqi. Cili është imazhi juaj për këtë vend? Pa lënë mënjan atë çka përfaqëson Greqia si vatër e kulturës botërore, është një vend me një popull të mrekullueshëm dhe gjatë kohëve të ndryshme që unë kam ardhur në këtë vend kam parë gjithnjë ndryshime, në të mirë, ndryshime në zhvillim që i kanë shërbyer rritjes së mirëqenies së popullit grek. Ajo që kam parë tashmë është që tek ky popull ka ndryshuar krejtësisht imazhi për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Dhe kjo nuk ka ardhur si rezultati punës, themi, tuaj si gazetarët, ose i medjes, ose i leksioneve, ose i bisedave, por ka ardhur si rezultat i asaj çka kanë bërë shqiptarët, qindra e mira që janë këtu, për t'i treguar se që përfaqësojnë si popull në vetvete
me tradita, me kulturën, me cilësitë më të mira të mikpritjes, me dashurinë për punën, me dashurinë për shkollën, me dashurinë për familjen. Të gjitha këto kanë bërë që imazhi për shqiptarët të ndryshojë dhe unë shikoj që ata janë gjithë një të mirëpritur, po ashtu dhe shqiptarët janë mirënjohës qytetarëve grek që u kanë hapur dyert e tyre për t'i ndihmuar në këtë periudhë të vështirë të situatës tyre ekonomike. Si e pritët ju detyrën e ambasadorit në këtë vend fqinj? Të them, e ishte e pa menduar, e pa parashikuar, ndonse unë vija nga diplomacia, kisha një eksperiencë, vija nga fusha e Ballkanit, e prita si një vlerësim nga ana e kryeministit vendit që më emëroi, po ashtu si vlerësim edhe nga ana e presidentit të Republikës që më dekretoi, dhe për mua është një detyrë mjaft e rëndësishme, të cilën do të përpiqem me të gjitha ato të shka unë përfaqësoj, ta realizoj sa më mirë, në të mirë të politikës së vendit tim, të popullit tim, dhe në të mirë të miqësisë midis dy popujve. E dini që jeni vetëm ambasador, që keni të bëni me komunitetin më të madh të migracionit shqiptar në Greqi. Strategjia e cila do jetë? Të zgjidhen problemet e migrantëve? Kjo është e veçanta e punës në këtë ambasadë në krahasim me ambasadat e tjera të Shqipërisë në mbar botën. Dhe kjo është sfida e çdo ambasadori në këtë vend. Të gjithë paraardhësit i kanë kushtuar kujdesin dhe interesin e duhur punës me komunitetin shqiptar në drejtim të dhënies së ndihmës së tyre. Unë jam përfaqësuesi i asaj qeverie që është quajtur qeveria e shërbimit. Kështu që kam filluar të krijoj imazhin që kjo godinë dhe këta njerëz që punojnë në këtë godinë janë në shërbim të qytetarëve të Shqipërisë që punojnë dhe jetojnë këtu. Ndoshta ky imazh ende se ka marrë formën e plot, por unë gjykoj që edhe me kaq sa është bërë, ka një përmirësim të dukshëm. Problemet janë të shumta, shumë probleme janë të zgjidhura, qoftë nga dëshira e qeverisë shqiptare, qoftë edhe nga dëshira e qeverisë greke, për t'i zgjidhur këto probleme. Siç janë problemet e legalizimit, problemet e lëvizjeve të tyre. Unë dua të përmend për shembull që nëse shtypi para një jave bënte shtypi në Shqipëri, bënte deklarime do përzihen shqiptarët, nuk i kanë legalizuar, mbarojnë afatet e tjera, të gjitha u dukun që ishin sajesa dhe spekulime. Në të kundërt, zyrtarët e lartë të qeverisë greke ishin të shqetësuar për këtë dhe po të shikonin mundësinë e shtyrjes së afatit dhe ashtu siç u bë në fakt që u shtu për 2 muaj dhe qëllimi është që të gjithë shqiptarët të realizojnë ato çka kërkohet prej tyre për t'i bërë këtu në Greqi. Kështu që ky vullnet është në favor të përmirësimit të kushteve të shqiptarëve. Dhe unë si ambasador e vlerësoj këtë, nuk është as merita ime, ajo është merita e këtyre shtetarëve të këtij vendi që e shikojnë ekzistencën e komunitetit të madh shqiptar, jo vetëm në interes të përmirësimit të jetës së shqiptarëve, por edhe në interes të standardeve të qytetarëve grek, të kryerjes së punëve të shtetit grek këtu, dhe nga takimet që kanë bërë, Greqia është e kënaqur nga puna e shqiptarëve që
jetojnë dhe punojnë këtu. Në fushën politike, mund na flisni lidhur me marrëdhëniet Shqipëri-Greqi, mbas incidenteve të fundit që paraqit në minoritet grek në Shqipëri me presidentin Papulias? S'ka asnjë incident për minoritetin grek. Dje në një nga gazetat kryesore të Athinës, bile si ishte tamam në ditën që unë paraqita letrat kredenciale, flitet për kushtet e shkëlqyera të minoritetit grek në Shqipëri, i cili i ka të gjitha, jo tani po edhe me kohë, të gjitha standardet evropiane në realizimin e atyre kërkesave dhe dëshirave që ata kanë. Nuk ka pasur asnjë incident, ka qenë një sajes e krijuar artificialisht për shkak të interesave private të njërit apo tjetrit, për cilën qoftë në Shqipëri, qoftë në Greqi tashmë e kanë mjaft të qartë. Unë dua t'ju them që atë çka më shprehu presidenti Papulas dje në lidhje me ekzistencën e minoritetit grek në Shqipëri dhe të komunitetit të madh shqiptar këtu në Greqi si shembujt më të mirë të bashkëekzistencës së dy popujve tanë, si ura lidhëse të miqësisë dhe të bashkëpunimit, flet më shumë se nga ato incidente ose pseudo incidente që krijohen artificialisht nga njerëz të caktuar për interesa të caktuara, as pak në shërbim të marrëdhënia, as pak në shërbim të Shqipërisë, as pak në shërbim të Greqisë. Ajo çka është në shërbim të interesave të minoritetit shqiptar ose të atyre njerëzve që duan të mësojnë gjuhën greke, që duan të mësojnë kulturën greke, është shembulli i hapjes së shkollës private greke në Himar. Interpretimi që ju dha kësaj ishte sigurisht shumë i gabuar. Ajo është një shkollë që ata ka si të gjitha shkollat private nga të huaj të hapur në Shqipëri. Prandaj asnjë lloj paragjykimi, asnjë lloj mendimi, ata prindër që duan t'i çojnë fëmijët për të mësuar gjuhën dhe kulturën greke, është zgjedhja e tyre dhe në një shtet demokratik çdo individ është i lirë të bëjë zgjedhjen e tij. Të gjitha të tjerat janë paranoja të trashëguara nga sistemi diktatorial. Integrimi i Shqipërisë, integrimi i rajonit të Ballkanit i përjashton këto paranoje, i përjashton këto paragjykime dhe ne duhet të ecim në këtë rrugë. Në qoftë se jemi në procesin, në qoftë se jemi për integrimin. Pra duhet të ndajmë, jemi për integrimin, atëherë integrimi i eliminon këto gjërat. Ashtu siç dua t'u them që qeveria greke këtu ka marrë vendimin që të lënë në dispozicion të fëmijëve shqiptar ambientet shkollore jashtë mësimit për të mësuar gjuhën dhe shkrimin në shqip. Pra dhe kjo është në standardet e Bashkimit Evropian, në standardet e shteteve që janë të integruara, pa paragjykime. Atëherë pse ne duhet kemi paragjykime të tilla? Kur ka shkolla të tjera të huaja në Tiranë, në Shkodër, dhe kudo gjetë, në Durrës e tjerë, e në Korçë e tjera. Atëherë pse duhet paragjykojmë kur hapet një shkollë tjetër private që është problem biznesi nga një ranë, por është problem dhe dëshirës të atyre prindërve dhe fëmijëve që duan ta çojnë fëmijën në këtë shkollë. Kështu që s'ka asgjë të keq. Zotë ambasador, ju folët për marrëdhënie të mira që historinë në mes dy vendeve në fushën politike. Por kohë të fundit shikojmë në Shqipëri në disa vende caktuara bëhet shumë zhurmë për pronën e çambe në Shqipëri, këtu në Greqi, edhe për shqiptarët, pronë shqiptarëve që kanë këtu në Greqi. Si mendoni ju se mund të zgjidhet kjo çështje? Nga ana politike apo politike? Shiko, këtu duhet ta dallojmë, ky nuk është problem as pak problem politik. Problemi politik do ekzistonte në qoftë se nuk do të vendose ose nuk do të shprehesh vullneti politik i përfaqësuesve më të lartë të dy popujve tanë për ta zgjidhur këtë problem. Ndërkohë që ky problem është zgjidhur politikisht që në vitin 1995
me nënshkrimin e traktatit të miqësisë dhe të bashkëpunimit midis dy vendet të nënshkruar nga presidenti Berisha dhe presidenti Stefanopoulos. Neni 15 i këtij traktati zgjidh politikisht të problem. Politikisht edhe njerë, ky problem do të quhesh i pasgjidhur nëse do të ishte heshtje për zgjidhjen e çështjes së pronave të qytetarëve shqiptar në Greqi dhe të qytetarëve grek në Shqipëri. Politikisht pra problemi është i zgjidhur. Problemi mbetet për të zgjidhur juridikisht, ashtu siç është politikisht i zgjidhur problemi pronave të shqiptarëve në Shqipëri, ku qeveria është shprehur që edhe kushtetuta është shprehur që prona është e tjetërsueshme, i takon pronarit, dhe problemi juridikisht nuk është zgjidhur për shkak të ngatresave që janë krijuar nga pronarët e vjetër, pronarët e ri e tjera. Këta kanë ligjet e tyre. Dhe këta ligje ekzistojnë jo vetëm për qytetarët shqiptar, por edhe për qytetarët grek. Një prej këtyre ligjeve është që nëse një qytetar, pavarësisht se çfarë nacionaliteti është, nuk përgjigjet, nuk kërkon, nuk merr pronën e tij për 25 vjet, atëherë kjo sekuestrohet nga shteti. Të paktën kjo është njohëria ime e drejtanishme. Mbi bazën e kësaj këta operojnë juridikisht, jo politikisht, edhe një herë thash. Ky është një ligj kombëtar, një ligj i këtij shteti, që nuk qëndron mbi ligjet ndërkombëtare. Atëherë nëse ky ligj ekziston në të vërtetë këtu, që u mohon këtyre njerëzve që për 25 vjet nuk i kanë kërkuar pronat e tyre, atëherë çdo njeri, ashtu si edhe qytetarët grek, për shtetin e tyre i drejtohen gjykatave ndërkombëtare, siç është gjykata e Strasburgut. Prandaj ky është një problem teknik, një problem juridik. Shteti jonë është përpjekur, ka bërë përpjekje që dhe këtë problem teknik dhe juridik ta zgjidhë nëpërmjet marrëveshjeve. Por nëse këtu ekzistojnë ligje të tilla, atëherë është problem ligjor që dhe neve na jepet e drejta për të drejtuar në organe të tjera që i kundërshtojnë këto ligje të karakterit kombëtar. Zotë ambasador, ju takimet e para i bët me gazetarët, biznesmenët dhe kryetarët e shoqatave. Cila është rëndësia e këtyre takimeve? Rëndësia e këtyre takimeve është unë duhet mirësha me jetën e shqiptarëve këtu, por duhet të bëja të qartë të gjithë ata që takova, që çfarë mesazhesh për cilën në emër të qeverisë dhe të shtetit shqiptar, si ambasador i Shqipërisë këtu. Së pari, të njihesha nga afër me kërkesat e tyre, së dyti, dhe së treti të arrinim në një emërus të përbashkët për një përfaqësim të vlerave të shqiptarëve këtu në Greqi. Të vlerave artistike, kulturore, krijuese, të biznesit, të medias, të tjemi, të tregojmë që shqiptarët nuk janë vetëm ata që punojnë nga mëngjesi në darkë, por shqiptarët janë edhe shkrimtarë këtu, që punojnë vërtet, që realizojnë nevojat e tyre ekonomike, por edhe krijojnë. Janë edhe shkencëtarë, që punojnë në spitalet më prestigjioze të këtij vendi. Janë edhe juristë, që kanë hapësirat të shumë të mëdha për aktivitetin e tyre. Janë dhe gazetarë, që u duhet, si juve, që u duhet të paraqisni edhe anën reale të shumicës shqiptarëve si një shoqëri e integruar në këtë shoqëri që ka të drejtat, ka detyrat, ka të drejtat, ka dhe përfitimet e saj. Të pasqyroni jetën e tyre, se jeta e tyre nuk është vetëm keq trajtimet në kufi, nuk është keq trajtimet nga policia, por jeta e tyre është krejt normale këtu, jeta e tyre është në shërbim të familjeve të tyre, të interesave të tyre, që i çojnë fëmijët në shkollë, në shkollat më me zë, që s'kanë asnjë kufizim në këtë drejtim, dhe nëse ka pasur ndonjëherë në një rast, edhe mund të ketë gjëra të veçanta, të shkëputura, jashtë politizimit, që nuk është lejuar një fëmijë shkëlqyer shqiptar të mbajë flamurin grek, këto unë ju them me siguri që janë dënuar edhe nga shoqëria greke dhe ka një mirë kuptim dhe mikpritje për komunitetin shqiptar.